Aty ku besueshmëria ndërtohet çdo hap dhe koreksia garanton detaje. Beso në këtë buzëqeshje, Prime Travel. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldin. Hi, hey. Misardat. 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 Hello, hello. Misardat. Hey. Tu Japon? Japon? Tu es? Festivari? Tu es? Hayır. Hello. Merhaba, nasılsın? İyi misin? İyi mi? Mr. Kineon. Please. Në një botë ku çdo udhëtim fillon me një ëndër, ekziston një partner që të kthen atë në përvojë të paharrueshme. Aty ku besueshmëria ndërtohet në çdo hap dhe koreksia garanton çdo detaj. Prime Travel. Përshëndetje shikues të emisionit Një Kafe me Labin, edhe sonte jemi bashk, uroj që ta kemi më të mirën për ju. Për shikuesit e emisionit Një Kafe me Labin, për gjithë ata cilët fakt janë pjesë e pandashme imja e emisionit Një Kafe me Labin. Si që përshëni, unë jam bashkë me Prime Travel, bashkë me ekipin agjencioneve, bazë 10 viteve, u ktheva me Infotur, një përvojë, një përjetim i paharrueshëm, jo vetëm për mu, por edhe për ekipin e emisionit Një Kafe me Labin, por do t'jetë edhe një përvojë e bukur për ju shikues të emisionit Një Kafe me Labin. Sepse jemi në Mardan Palace, duke e realizuar, por nuk është që nuk mungojnë sonte në kuadër të emisionit Një Kafe me Labin, edhe shumë hotelet të tjera të cilat vinë bashk me ju shikues të radio televizionit Nisëni, shikues të emisionit Një Kafe me Labin. Jo me fat se u kam juve, por i kam edhe ata përpos Prime Travel, i kam edhe mbështetësit kryesor që mbështesin vazhdimisht tek emisioni Një Kafe me Labin. Jam me fat dhe falenderues se unë udhtoj bashk me Prishtina tiketin kudo. Ju e dini që vera po vjen, vera është shumë e nxehtë. Udhëtimet e juaja i bën më lehtë nëse tani këto momente filloni edhe bëni rezervimin tuaj bashkë te Prishtina Tiketi. Jam me fat se aromën e kafes gjithmonë e kam pas kudo. Edhe këtu ku jam, unë aromën e ndjej pa vinë kafe. Faleminderit që është pjesë e rrugtimit tëm, faleminderit që është pjesë e emisionit Një Kafe me Labin. Por po arja petrolin, unë kudo nëpër Kosovë nuk isha mujt me lëviz, kështu që karburantin e kam prej arja petrolit. Faleminderit që është pjesë e pandashme e emisionit Një Kafe me Labin, e sidomos ju cilët vini diasporë e dashur, tankështella më e bukur ka me qenë tash tutje për ju. Valone, labinat gashi, mirë po dokna, po. Kështu që mundeni edhe ju dhëndur mu dok për mrekulli nëse vini na vizitoni, edhe për nuse të Valone, edini që fustanat e Nustrisë dhe fustanat Solem janë të mrekullueshëm. E janë na vizitoni magistralin Prishtinë Ferizaj. Është Valone. Në katin e tretë jam unë me Brendi Labinat Gashi. Unë thëmë gjithmonë bashkimi bën fuqin, gjithmonë thëmë që e bukur është kur udhtojmë edhe aq më tepër realizojmë diçka të bukur. Si kjo natë e sonshme. Unë përpos fisin e Prime Travel, ekipi e emisionit Një Kafe me Labin Ambi Arjani kanë qenë bashk edhe me ekipet tjera të agjensive të ndryshme të cilat janë në këtë Infotur, edhe në fakt kanë marrë përshtypje prej hoteleve gjithçka. Por nuk do të thotë që unë veç me fisin, edhe nuk do të thotë që unë do ta kem veç bisedën gjatë gjithë natës bashkë me fisin. Jo, është lavda me buqin. Ju e dini që buqi është edhe lavda pjesa e aeroportit,
pjesë agjencionit, ku në fakt shumë shpesh unë me ta kom bisedu, kom nejt, e shumë estrada kanë udhëtu bashkë me ta, kështu që informacionet ndryshme do të marrim sonte edhe prej tëne. Por edhe është një grup tjetër që unë flas edhe në cilësinë jo prezentuesit, po në cilësinë e qytetarit bashkë me agjencionet. Kriteret e mia, kushtet e mia, gjithë shkapi vjen për ju shikues të një kafe me lavin. Okej, nata është e gjatë, nata është e bukur, me shumë surpriza, uroj që kjo natë shkon ashtu si duhet. Edhe besa në këtë buzëqeshje sepse unë e kam. Unë bashkë me Prime Travel, po buzëqeshje për mrekullitë. Jemi në nivel tash tjetër. Jemi bashkë në golf. Edhe sot do ta përjetojmë një moment që ndoshta kur në jetë nuk kemi përjetuar. Bashkë me ekipin, do të jemi në pistën e golfit, do të mundohemi që të jemi korrekt, edhe me veten, por mbi gjitha edhe me topat cilat do t'i quajmë. Kështu që shikim pa. It's always like, some of them is like 100 meters, but some of them is like 500 meters. So that's why, so basically this is for the lesson, but in a regular golf bag, we have 14 different golf clubs. Why we have 14 different golf clubs? Because of the loft here. I just open my feet, same size as my shoulder. So all of you has a different body type. So you should be relaxed, you should be comfortable with your swing, okay? So Një përvojë edhe një eksperiencë e bukur është, për shkak se po shihni që ne jemi tek Golf Akademi, po trajnohem për golf, sa muj me ditë, edhe uroj që po ja dalim. Muj me thonë për mua është hera e parë, edhe uroj që ja dalim. Hera e parë shkoj. Yes! Yes! Pak ma sukses ke. E knaq! bravo! Yes, like this, keep it. So first, Shikum atmosferën edhe uroj që diçka të bukur për sjellim këtë sezon bashkë me Prime-in.
po unë jam me fisin këtu edhe njëkohësisht po na bojnë koktela, po na përgatisin. Unë zakonisht në Kosovë i shërbej me kafe. Po këtu po më doket me koktel pianistin. Po ndeti me të shkuzon e mirë është ka ma problem, se përdin val, frym, kështu që mendoj që e mendum pak më ndryshe, me ndryshu pak ambientin. Edhe normalisht në plazh ose në pushime kryesisht koktelat dominojnë. Kafeja vjen mëngjes ose pak më vonë. Po them tjetër nivel është edhe intervistës sonte, për shkak që nuk jam ai labi që jam në studio të emisionit Një kafe me labin, po jam ai labi i cili fakt jam një qytetar i thjeshtë edhe në du me udhëtu me trajmin edhe me ardh mi kalu verën, apo nuk ka veç vera, se është 365 ditë vitit e di se punoni. Jo vetëm që është Celia në Kosovë, po është edhe zyrja në Zvicër, që është e bukur edhe për shqiptarë që jetojnë diaspora aq më tepër, një mërgate e madhe është e jana edhe në Zvicër, cilët fakt bojnë rezervimet bashkë me ty, udhtojnë bashkë me ty. Kërkesat, ankesat, gjithçka sonte ballë për ballë jemi unë te. Ta provojnë labin si qytetar edhe si klient, edhe pse kena pas. Para se të vi tek qytetari, unë po du me thonë faleminderit që ja kemi nis këtë aventurë së bashku tash e tutje, edhe do t'jemi gjatë sezonit edhe të verës së bashku, por në këtë infotur po du me nis për shkak që është një grup kogja i mirë, është një grup i rinis që po dominon, sonte në kuadër të emisionit në janisë veç me golfin, në ta që janisa me ma ndryshe, është era e parë edhe për mund, është ta që filmoj e regjistroj diçka në golf. Që edhe nivel tjetër po vjen edhe kokteli. Zakonisht, ne udhtojmë çdo vit me infotura. Është infoturi më i veçantë po më duket ky si vjet, pse jo më dhone. Po e tham. Pas ka ndru edhe këmisha pak, edhe po pëlqen, se na u njëjtë. Edhe të njifesh me elementin e buzëqeshjes, që qesh shumë, domethënë krejt sa e kom kuptu dhe sa kemi po, të gjithë shikuesit shumë të pëlqejnë sepse je shumë pozitiv. Ke shumë, na e kena slogan, domethënë beson në këtë buzëqeshje. Kështu që jam shumë i bindur që të gjitha ato që do t'i bëjmë së bashku si vjet, edhe të gjitha ato informacione apo këshilla që do t'i japim për gjithë qytetarët, qoftë në Kosovë, qoftë në gjitha trojet shqiptare, po ashtu po i quaj trojet shqiptare të Evropës, siç është Gjermania dhe Zvicra, ku ne jemi prezent përmes zyrës tonë në Cyre. Do të kenë mundësi të marrin atë buzëqeshje deri tek pita e fundit të pushimit që ata do ta bojnë, përmes shërbimeve tona, të cilat janë të një niveli prime, siç e them, edhe për të cilat jemi shumë të bindur, prandaj edhe fjalën besueshmëri e kemi pjesë të sloganit tonë kryesor. Akoma nuk jam qytetar, akoma jam labi, përshëndrej edhe pak labi. Jemi tek njëri prej hoteleve që ndoshta ka qenë shumë e vështirë me qëndru këtu mrenda ditës, e lemo me qëndru 4 natë, ne që jemi të vendosur pikërisht këtu. Për shqiptarët, po ju japi si info e shpejt kështu që tuna dhe kjeti pikërisht këtë hotel para 11 viteve është gjiru videoklipit tëne. Pes me ty kam qenë gjithë zbashku edhe bashk ma heret kur kemi qenë të Një kafe me labin, po unë e kam një nostalgji derisa po e bëj këtë intervjistë bashkë me ty. Pse e kam një nostalgji, se mbas 10 viteve kthena me infotur, po përballë meje përpas që jemi tek Mardan Pallas ku jemi të vendosur, unë bashkë përballë meje, kështu përballë e kam Kremlin Pallasin ku gjithçka ka nis, historia jame si lab ka nis pikërisht pi atyit. Çoksall. Jo rastisht jemi të bëjmë intervistën në Kull. Është një simbol që është në Istanbul, që ka qenë lajmëtar i shumë gjajeve. Thank you very much. I shumë gjajeve në Istanbul, në Konstantinopoj, që është atëherë. Edhe këta e kanë inskenu këtë kullën brenda pjesës së Mardan Pallas, një copë historie të Turqisë. Edhe kjo reprezenton pak, domethënë nivelin, lartësinë, domethënë të gjitha elementeve të cilat e përbojnë punën, cilin ne edhe jemi domethënë të prirur për ta mbajtur, domethënë prandaj edhe thirret Prime Travel si kompani. Edhe ti po i shet dy elemente. Për shkak ku ke fillu, e rikthy pas 10 viteve së bashku me Prime Travel,
në një formë tjetër të organizimit, me një ekip agjensish që janë, siç the edhe më herët, gjenerata e re, të cilët e shef edhe vetë edhe ke pa domethënë këto ditë që kemi qenë bashkë energjinë që është shpërndarë, që është një sen fantastik që na përkufizon neve si shqiptarë, por edhe si biznesmen në karrierë që kemi fillu tani domethënë me një përmas pak më të gjanë evropiane, jo vetëm në trojet tona. Dhe tek Hotel Mardan Palace që ka vitet që ka fillu të ketë ndryshime të shumta, por tani është stabilizuar që nga viti i fundit me shërbime të nivelit premium. Tani dhe ka klientelë të jashtëzakonshme që vjen nga vendet më të mira të Evropës edhe që frekuentojnë, siç u takuam sot edhe me menaxherin që tregoi që sezona veç ka shku në 70% të rezervimit tek ky hotel, ku po flasim për sezon, flasim kryesisht për mesin e qershorit, korrikun edhe gushtin, si pjesë ku shumica e turistëve domethënë vinë në këtë hotel. Tani është vetëm Mardan Palace, është nën kupollën e Svandur Group, një grupacion i hoteleve shumë të suksesshme viteve të fundit në Antalya, me investime marramendse në industrinë e hotelierisë. Dhe ja u dha informacionin përmes emisionit Një kafe me labe. Domethënë kjo është ajo mënyra që po mundohemi tani me rikthy ndryshe, që të jemi transparent, direkt, përmes emisionit që shfaqet çdo javë me Një kafe me labin, të përçojmë një informacion i cili vjen në formë profesionale, por edhe i drejt për drejt. Pa hile, pa kamuflime, pa reklamat cilat e krijojnë atë pamjen që demek se ka asnjë vrejtje, por përmes teje direkt nga vendi i ngjarjes dhe me informacione korrekte rreth hoteleve. Gëzuarën as parti se duhet patjetër me bëni gëzuarën edhe ti, se duhet më shiju. Mendova njerë se tash, o zot mos me kone mirë, edhe më del fytyra e tharp tash to. E çka bëj kështu që Na kena një shprehje në kompaninë tonë që nuk të kesh bashkë mirë fytyra, të kesh gjoksi se e kena. Qërë edhe duhet më bënë me gold. E kena Shumë interesant. Okej. Pse, i përmendëm agjensionet dhe i përmendëm domethënë gjithë ata që fakt janë pjesë e kësaj infoturi bashkë me ju. Por unë kisha dashur më ndal pak gjatë këtyre viteve sa je pjesë e këtij turizmi. A mundesh me i ditë sa hoteli i ki vizitu deri sot? Nuk është që i kom numru. E kam një tabel kështu si RAM që i thujnë ana, ku e kam mjeka fotografin që ka qenë edhe i kom vendos qelsat e dhomave ku si një lloj suveniri të dhomave që kam domethënë që kam flajt. Po nuk kom dul rami dhe kam bënë gabim që e kom ndërprej atë çfarë procedure, por janë shumë, nuk kom bënë statistik, që nga ide e mirë me u rikthyer mbrapa në histori dhe me bëu atë statistik. U bënën 18 vite që jam në këtë industri, por mund të them që 4 vitet e fundit që për themelimit të Prime Travel, që jemi në vitin e 4 tani, mund të grumbullohen ndoshta mbi 15 vite në këto 4 vite, sepse ka qenë jashtëzakonshëm angazhimi edhe udhëtimet që i kemi bë. Ndoshta pak edhe pas pandemisë është dashur me absorb pak më shumë për shkak të punëve dhe ndryshimeve botërore që kanë ndodhur. Siç po shihni, gjithçka po ndodh në faza shumë të shpejta dhe duhet të qenë gatshëm për gjithçka. Vitin e kaluar e di saktë këto sepse është dashur me ndru pasaportin, 174 ditë udhëtimi kam pas. 174. Edhe kjo ka përshku pjesën e Indis, domethënë ishujt Mauritius, Oman, nëse bëj kështu një trekënsh, mandej këto pjesë tjera, Greqi, Dubai, Maldives, veç janë bërë normale. Por janë destinacione të cilat na i kemi vizituar me ekipën edhe stafin ton, të gjitha i kemi në kanalin ton YouTube, sepse Prime Travel ka krijuar një koncept që prej fillimit që ne nuk jemi ose nuk kemi interes shumë të madh të shesim ndonjë destinacion hotel të cilin nuk e kemi pa vetë, të cilin nuk e kemi shkel dhe nuk e kemi studiu vetë, sepse jemi të i qëndru fuqishëm fjalës trust apo besim mbrapa, diçka që na përshkruan ose përmbledh si kompani edhe si karakter të biznesit që e bojmë. 85% ka qenë numri i klientelës së përsëritur nëse shikojmë vitin 2024, vitin 2025, kur e bën analizën në përgjithësi të një kualiteti të një kompanisë, zakonisht çfarë shikohet është kjo.
Nëse i ke 1 milion, 2 milion, 3 milion, 10.000, 5.000 pasagjer, shikohet pasageri i përsëritur. Nëse dikush ka ble 2 herë më shumë, atëherë ti ke arrit me kriju diçka. Një herë blen gjithkush, mund të jetë çmimi, mund të jetë rastësi, por dikush të përsëritet në blerje të shërbimeve apo të produktit që ti e shtyn përpara, atëherë tregon që ke filluar dhe ke kriju një vlerë. Ne jemi të interesuar që këtë ta mbajmë, prandaj edhe me bashku me vlerën Një kafe me labin, që është për shumë vite po ashtu, që të transmetojmë këto të gjithë shikuest të shumt që ti e ke dëshmu me 25 vjetori në organizimit fantastik që e ke bo, se e kam përcjell me shumë qef. Edhe kjo i bashkon 2 elemente, musin e gjenerat ma të rejt aty ashtu, po ashtu edhe kompaninë Prime Travel dhe ty me një periudhë të gjatë të punës me shumë klient, të cilët janë nga gjitha trojë shqiptare, po sidomos nga diaspora jonë fantastike që e kemi në Zvicër, ku dhe Prime Travel tani gëzon licencën si tour operator që 3 vite, edhe është duke u mundu që sa më shumë të shërbej tek bashkëdhëtarët dhe bizneset që janë atje, edhe t'ju ndihmoj që të kalojnë, domethënë, pushime dhe udhëtime sa më të këndshme, por me kosto dhe me shërbim direkt shqip. Kur jemi tek Zvicra, unë patjetër që nuk muj pa falendëruar dhe Prishtina tiketën se baza kryesore është edhe në Zvicër, unë jam edhe bashkë me ta. Ton kështu që është e bukur sepse edhe ju fakt bashkëpunoni sepse ata klientët që janë në Zvicër dojnë me udhëtu patjetër dhe marrë drejt Kosovës, edhe kudo që dojnë bashkë me Prime Travel tash këtë rast. Fise, a ka ndikim tek ne, tani këto momente dhe sa ne po flasim për shkak që duhet më jap si informacion, a jemi në rrezik? Për shkak se gjithmonë është gjithë shkapi është po nisemi drejt Turqisë, po i kemi luftrat shumë afër me Turqinë, edhe jemi në rrezik për shkak ta kemi edhe një informacion për të përshikues që nuk ka. Patjetër që është e rëndësishme çështja e sigurisë, tash nëse ne mundohem me parashikime, atëherë kalon në konotacion që jam duke munduar me bëu biznes, me ec biznesin im. Po të them drejtën, biznesi im është edhe familja ime. Unë vi me familjen time, këtu vinë edhe shumë familjarë të tjerë që i kam edhe unë në diasporë sikur plot të tjerë. Por pyetja e njëjtë ndodh edhe në Angli, pyetja e njëjtë ndodh edhe në Gjermani, pyetja e njëjtë ndodh edhe në shumë vende të tjera të botës, e cila në bazë të statistikave të cilat janë publike, tregon që numri i tregut angles në frekuentim ndaj Turqisë është rrit në masë prej 35%, vetëm në 3 muajt e fundit. Numri rezervime, domethënë që e kanë zgjedhur Turqinë. Arsyeja që ata anglisët cilët më herët kanë frekuentuar shumë nëpër zona siç është zonat e shteteve ose Emirateve të Bashkuara Arabe, për shkak situatës që ka ndodhur e fundit atje, i kanë transferuar zemrat e tyre në Turqi. Dhe kjo kallëzon që siguria mbetet dhe vazhdon të jetë shumë më e madhe në Turqi sesa në çdo vend tjetër turistik. Sa jemi bashkë këtu, tash po e kthena atij jolavit, po i kthena qytetarit. Pse unë kush udhtoj prej Zvicrës, marr ndonjë agjencion në Zvicër, këtë rast po e marr Prime-in që është në Zvicër, edhe pse unë kur të vi këtu e kam një trajtim ndryshe ndoshta, se sa që kur të vi për Kosovës e kam trajtimin. Po janë shumë element labi. Diçka e cila në tregun zvicran, ne po krahasojmë me tregun zvicran në shumë forma, jemi të ja shku në shumë forma, shqiptarët tonë në Zvicër kanë marrë majat e arritjeve që i kanë, por disi kur ktheheni ka vendi jonë edhe kur zgjedheni një kompani që është e vendit tonë, pak hajtse është e jona, pak një farë neglizhence, pak nuk lexojnë sa duhet, dhe pastaj ato mos informimin ndërmjet të 2 palëve e shkakton të lashe të cilat nuk janë të mirëpritura. Unë nuk mendoj që një agjencion turistik ose një agent ka qef me pas problem me një klient, sepse industria jonë është e tillë që ne nuk mund ta shesim një produkt, e merr, e përdor dhe mbaron muhabeti. Industria jonë është që shërbimi jonë që ofrohet është për njerëzit. Dhe njerëzit lëvizin vazhdimisht, kanë mundësi me komuniku vazhdimisht. Pse unë ty ta shes një bilet, një paket turistike apo një udhëtim me familje, ti mi pagun gjitha ato shërbime, nuk mbaron aty. Derisa ti nuk kthehesh për pushimit, shërbimit që unë e kam kryer, edhe pse e kam marrë pagesë, nuk mbaron. Sepse çdo qëndrimit, çfarë problemi që ki, ti ke më telefonu mu. Edhe ajo telefonata jote pas shitjes për mua është kosto. Sepse unë do të marr me shitje tjera. Edhe nëse unë nuk e kam kryer punën që duhet, unë kam hub kohë me ty, që i bën që kanë me jetë ditë të sezonit, se unë s'kam mujt me qarkullu ose me kriju profit me shitje të reja. Me që rast, gjithçka ka të bëjë me rritjen e informacionit, awareness që i thonë anglisht, vetdijes, domethënë, rreth në përgjithësi
udhëtimeve dhe gjithave. Dhe ç'a ndodh është që qytetarët në Zvicër janë të mësuar me përcjell informacionin. Ti e din, në Zvicër është vështirë me pa policë diku në rrugë, por të vjen dënimi te dera dhe ti e lexon ato me vëmendje për fillimit deri në fund. Po. Kur blen diçka, qoftë në këtë rast paketë aranzhman, i lexon gjitha rregullat prej fillimit deri në fund. Dhe normalisht që pastaj kur të vesh ti në udhëtim, nuk ka çështje të ndodhë asnjë problem sepse i ke lexuar gjitha. Po e marrim konkretisht sigurimin shëndetësor. Po. Në shumë raste, çu e din, ti si qytetar, kur e thini agjenci. Këto do shta me ta me edhe si pyetje po ata, pse unë smuna, edhe më kushton shumë shtrajt. Sepse ti si qytetar, tash që të kuptohemi drejt me qytetarët, po mundohemi me bëu kështu një bashkëbisedim, një situacion, kur e blen me një aranzhman në një tur operator në Zvicër, operatori në Zvicër, që është i huaj, Zvicran apo të tjera, mos përmendim emra, ta dërgon paketën dhe ti merresh vesh për një paketë që mund të kushtoj themi 2000 euro. Po. Por ata të dërgojnë paketën 2050 euro sepse i fusin edhe 50 euro për 2 persona që është sigurimi në udhëtim. Sigurimi i udhëtimit. Po. Sigurimi shëndet është diçka tjetër, që ta kuptoj. Po. Edhe ti nuk bën shumë pyetje pse tu ka rrit për 50 euro, sepse e lexon. Edhe veç e pagun. Sepse e din që ashtu është rregulli në Zvicër dhe kjo duhet mu respektu. Po. Për ty është, domethënë, temë mbyllur. Mirë, po nuk e bën të njëjtën në Kosovë ose në Shqiptari. Po, tash unë po përcjeli ty dhe po të them fes, ti po du me shku edhe ti më thush po e ki të kushton 50 euro sigurimi, edhe unë në anën tjetër ta vaj, me çfarë po më dhe? Çka më thuhet sigurimi? Sakt. Pse po më dhe sigurimi mu? Klienti nuk smuna. Ti kur nisesh pi Zvicrës vjen këtu, smuhesh, ki probleme, ka vonesa të fluturimit, nuk e merr dhomën që duhet. Çdo problem që mundet me ndodh, sepse e dim që shërbimi jon është zinxhir. Ne krym informacionin, e bim tek te, t'japim gjitha gjanat, kemi lidhje me hotelin, por një recepcionist aty nuk ka flajt bash mirë, pra më ta jap dhomën gabim. Pa. Ndodh edhe kjo. E bën se bën me qëllim, këto janë pyetje hipotetike, por është shërbimi pastaj i operatorit mbrapa që ty të rrin gati dhe ta bën përmirësimin e atij gabimi. Le të themi që ti dëmtohesh financiarisht dhe nëse e ke sigurimin ti e din që të mbulohet komplet për sigurimin dhe ti nuk. Por është një gjë tjetër që edhe vet hoteli ose operatori, kur ti e dërgon rezervimin dhe e shet që e ki sigurimin e udhëtimit, valla kanë me të nejtë ma mirë gati. Sepse kompanitë e sigurimeve këtu pastaj dhe të Evropës janë shumë agresive ndaj brendeve të mëdha të hoteleve. Edhe kjo ndikon direkt që ti me pas një shërbim pak më të mirë. Por nëse nuk e bën sigurimin, përveç që hoteli nuk të shikon mirë, tenton veç me bakshish me të kry punë, fillon problemi ku momenti që ti e ki një vonesë fluturimit apo çfarë do qoftë, nuk ki kur fare arsye bazë për me i tërheq parat mbrapa. Dhe dëmtohesh ti si pasager personalisht. Ne në Prime Travel, kur e dërgojmë kontratën, voucherin, informacionin apo biletën, i kemi të shkruar të gjitha këto nene si pjesë të atij voucheri. Dhe edhe në pikën e fundit kur ti pas pagesës don me unis, dhe veç pak i jap vëmendje dhe lexon ato pika, prapë ke shansën, edhe në atë 24 orëshin e fundit me pagu dhe këtë sigurimin në fjalë. Edhe me shku pak ma i qetë në ato tim dhe me pas të drejt për ankesë, sepse ankesa mund tjetë shumë forma. Ti mund me pas plotësisht drejt teoretikisht, po s'ki dokument që ta vërteton atë ankesën që ti e ke bo dhe kësaj dëmtohesh. Edhe unë po vi si zotni. Po kur kthena, nuk kthena, ta më qysh duhet. Pse ndodh kjo? Fluturimet që realizohen nga Kosova pak të qëllimshme nga aviokompanitë për ta zbutur çmimin e ulsës janë gjatë periudhës së natës. Po. Jo dini, 2:20, 2:30, 3 mëngjes, nisesh nga Kosova apo nga Shkupje apo nga Tirana, ka edhe nga Zvicra për me ardhur në Antalya. Edhe ti e merr dhomën atë ditë mëngjes ose deri në ora 2 kur bëhet lirimi i dhomës dhe vazhdon. Por paketat janë konceptuar në asnjë formë që janë bëu 6 net, 7 ditë, 8 net, 9 ditë. Pse 9 ditë është sepse ti e liron dhomën në orën 11, por fluturimi në kthim në Prishtinë pastaj është në orën 12 natës. Po. Çaja nata, çdo klient thotë pse më pagu, unë s'po flaj, shfrytëzoj, po harron si dhoma ose koncepti i dhomave në hotele është 11-11. 11 ditës kalum, po. 11 ditës pasuse, dhe nuk e përfshin këtë natën që ti kemi fluturuar gjatë natës dhe rrjedhimisht do shmëlshu dhomën. Edhe kjo të krijon ty situatë që ti met të ditën e gatë mes jashtë. Ka charter që janë nga Zvicra, Gjermania, që fluturimet janë në 6 mbrëmje. Ti e lëshon dhomën në orën 11, rreth orës 1 ki transferin, han drek, edhe shkon edhe nuk lodhesh. Nëse ka zgjidhje, por fluturimet ka zgjidhje që mujën. Por Zvicra, Gjermani ka zgjidhje shumë të mira sepse janë fluturimet janë pak më shtrejt.
Mu po m'doll që në zomë së për hatona mirë. Nuk po flej mirë, se ja steki po m'pengon, se zakonisht na ja steki. Dalë për jashta, më këshyri shtrem kamarjeri. Shkova të me një bari, nuk ma qiti kafen, qysh dashta une. Më thonë, apo më duket që unë kur e bleva biletën të te rezervimin që puna, unë e bleva këtë hotelin, po më duket. A është hoteli, këtë që kjo hotel është i jami, se erdha une. Këtë që kjo hotel është i jami. Po, edhe kjo është një tematik shumë e famshme në shoqërinë tonë. Kush jena na, mja prishat pushim atyre? A ke bona e këtë pytje. Kush jam unë, si Prime Travel, më ta prish ty pushimin. Është totalisht e padrejtë. Dhe kjo fillon me psikologji që ju shprej shtëpis. Po. Në ne, është që do të me rezervu me ku. Në ndë, është që do të me lexu çka po lexon ku po shkon. Të secili hotel e ka në të ashtu quajtur fact sheet ose informacioni detajum për hotelin, që ti thjesht dush me lexu. Edhe aty shkruan këtë çka janë të përfshime në atë paketën që e ke marrë dhe çka nuk janë të përfshime. Që i bjen, që cila pjesë e hotelit është e jotja dhe cila s'është e jotja. Që mundesh me blej gjatë qëndrimit këtu. Edhe pastaj s'ki hiç ke rrugë këshir më më. E dyta, që është shumë e rëndësishme, në një cikël të një udhëtimi, që quhet pushim veror apo dimror, ne në Prime Travel besojmë që transferi është elementi kryesor i këtij cikli. A ke menduar në herë pse është transferi elementi kryesor? Jo, se zakonisht mu ka bo gjithmonë transferi, po gjithmonë transferi nuk kom dash me pagu personal edhe jam hip në autobus ku jam hip krejt. Po që ta e bo nervoz, po që ta je qunë në mëngjes vetë një qënti. Do të munol herë një hotel, herë një hotel, merë një. Ka këshirë brëllë që e ko një qara vesht. Ke këto e në cikël. Logika pëse transferi është më e rëndësishme, është sepse është 100% dorën tonë. Pa. Mos thëna 100%, sepse Zoti vendos për 100%, po është në shumicën është në dorën tonë që zgjedhet. Avioni është në ajër. Është një gjë madhore, ka turbulenca, ka gjithçka ndodh në fluturim, ka një herë domethënë që ka kështu frikë për klientave, por gjithë pajtohen dyqysh me atë punë. Në momentin që zbret mirë, harrohet ajo çështje. Thjesht mund me zgjedh oralin më të mirë, është, po harrohet. Hoteli, nëse nuk të pëlqen, e zgjedh ndron hotelin. Shkon në hotel tjetër. Dhoma s'pëlqen e ndron. Pa. Kur të hapësh transfer, si të hypesh, si të nisesh, është e pamundur me ndrymu. Në momentin që është transferi jo i mirë, e rastësisht e ke pas një fluturim me turbulencë, hoteli ka me konë definitivisht i keq për ty. Sepse ndërtohet sindromi që quhet first day syndrome, se janë të të këshyrë qytetarë të marrën të thirrë me marrë informacione. Po të përcjellin shumë love. Jo, problemi nuk është veç problemi tek që janë që po presin informacione, po presin edhe agjencione që janë bashkë me ty. Ka mundësi. Kështu që kjo është pak a shumë logjika. A pëshar janë, a thësha, gjithmonë. Edhe vazhdoj me qëndru mas asaj. Qërë balirë të djekë bust. Unë me shumë krenari e spjegoj që Prime Travel nuk është veç për Turqi, ose veç për pushime jashtë Kosovës, ose vene e tjera, se mund të shkëptohet. Por ne shërbim edhe vene tropikale, edhe në Greqi, edhe shumë kombinime ndryshme në Spanjë, për shembull Nicë të Francës është destinacion shumë mirë. Rimini do të ketë fluturime që do të futen direkt shumë shpejt, është informacion që mund ta kenë. Bile është një operator lokal kosovar që do ta fut fluturimin për Rimini në Itali, që është një plazh fantastike dhe ka hotele me çmime shumë mira. Ne shërbejmë shumë sporte, të gjitha sporteve kryesisht mbi 19 federata i shërbejmë në Kosovë poshtë Komitetin Olimpik dhe organizojmë gara në Kosovë. Ne sjellim turistë nga gjithë bota në Kosovë. Domethënë, s'është vonë që i kishim një grup nga Zvicran, që kaluan 4 ditë shumë të bukura në Kosovë, e shijuan verën e Kosovës, ushqimin e Kosovës, gjitha shëtitjet që i bëm. Kështu i ftoj gjithë qytetarët e Zvicrës që punojnë për kompani të ndryshme, mund të bëjnë paketa tilla, të cilat ne i shërbejmë pastaj, dhe e bëjmë gjithë Ballkanin, gjithë shqiptarinë, si më thonë. Që është një element që na bën shumë krenar dhe kjo është fokusi i Prime Travel tutje, që të rritemi sa më shumë këtë fushë, të bëjmë sa më shumë turistë në Kosovë, rrjedhimisht ne bëjmë blek, pare, sepse ata na i bin neve, dhe këto kompani që i bojnë pare, pastaj na zgjedhin neve dhe shkojmë pse jo Mauritius, Maldivës e vende tjera.
Kështu që ne do t'jemi bashkë edhe gjatë rrjedhës së emisionit për shkak se është e pamundshme se gjitha hotelet, gjitha ato ka qenë ekipi bashkë i emisionit bashkë me ju, po këto momente po e shohim lojën, me njerë pas lojës, pastaj vim edhe me gjëra tjera, unë thash nuk është veç Fici, por kam edhe miq të tjerë, agjencionet e tjera, se atë fakt janë pjesë e imja sonë dhe pjesë e emisionit Një kafe me labin, uroj që diçka të bukur po ju sjellim, por mbi gjitha një besueshmëri ta keni secili prej juve që e shikoni emisionin, sepse në fundit ju jeni ata të cilët fakt e vendosni se me kë doni ta udhëtoni edhe ku në cilin hotel dëshironi. Por dijeni një gjë edhe që është shumë e rëndësishme. Mos tentoni që rezervimin tuaj me bo në last minute ose në momentet e fundit. Mendoj prej tash ka kohë që deri në korrekt kusht me përzgjedh hotelin tënd edhe me vendos që ku dhe me kalu verën bashkë me Prime Travel. Gjithçka me short dhe gjithçka me marrëveshje është gjatë natës sonme. Këta janë të katër të cilët fakt kanë me qenë pjesë e asaj lojës, cilën fakt e spjegoj pak a shumë Fici. Por, për marrë diri të mesazhin, me marrë mesazhin, edhe njëni mas tjetrit me përcjell mesazhin, unë i kam në dorë prej 1 deri në 4, janë 4 numrat, kështu që mujnë me përgjell kush është i pari, kush është i dyti, kush është i treti, kush është i katërti. Kështu, po i qas 4 atë këtu, edhe asun nuk po e di cila, po e shene ladies first. Hajde. Okej. Okej. Nishi, dyshi, treshi, katërshi. Okej, do me thonë, për e dini me renditje ves, pa shpatë e porë. Kujdes që ka përcjell kësaj. Qa, mikrofonin e ka ves. Okej. Ves, unë mikrofonin ja e pidorit, darë. Me bismillah. Kështu që vesa e para fillon, pastaj vjen dori. Okej. Shkoj. Pa. Përshëndetje. Okej, vesa është e para. Dush me lexu, me majt mend. Edhe vjen Meja për dori. qelë tjetrit. Përshëndetje, jemi një familje që udhëtojmë shpesh deri në 3 herë në vite, pushime verore. Kemi interesimin me udhëtu në Antalya këtë vit, por duam të shkojmë në Korrik. Na duhet me qenë 7 ditë dhe me pas tërë kohën dhoma në dispozicion. Fëmijët janë 2, 7 dhe 12 vjeç dhe dhoma duhet me qenë me ndarje për shkak të privatësisë, të kuptohemi. Fluturimi duhet me qenë mëngjes, jo mesnatë. Dhoma me pas krevat për secilin banor, transferi privat dhe kemi valigje për fëmijë. Duhet të lajmëroni aeroportin. Edhe dëshiroj me pas sigurim dhe me bë 3 restorant a la carte. Dhe të lutem nismi detajet e hoteleve në PDF. Ciao. Ves ju përballeni çdo ditë me të njëjtit. Po. Që çdo ditë ju thirrin domethënë agjencionet, çdo ditë klientët ju thirrin edhe në fakt i kanë këto kushte. Okej, për ta ikë tekstin. Përshëndetje Dori, si je? Mirë, faleminderit. Dëgjoj, e kemi një kërkesë, është një familje që udhëtojnë 3 herë në vit, kanë dëshirë të udhëtojnë në Korrik. Kanë 3 fëmijë, është mosha 2, 7 dhe 12 vjeçë. Kërkesa e tyre është të kenë fluturimin jo herët në mëngjes, natën, do të kenë mëngjes, më fal. Kërkesa e tjetër është ato do të kenë transfer privat, personal, edhe të kenë restorant a la carte 3 herë në ditë, kështu që t'i ofroni në Antalya, është kërkesa për në Antalya. Përshëndetje, si tam, shumë jam e i mirë. Si kalova? E mirë. E kemi një kërkesë. Është një familje që 3 herë, është klienti jonë, 3 herë vetë udhëton. Kërkesa e tij është çift edhe 3 fëmijë, mosha 7, 12 dhe 2 vjet. Për ta rëndësishme është që restoranti mi pas 3 a la carte, me pas transferin privat, edhe që kaq. Flutërimi mos më konë natën, ditën. Ditën. Po, qaq.
Pak si zhega. Bet. E majtën me? Hajde Djar. Djar e ki përball. Inshallah ta fillojmë mi. Përshëndetje, si jeni mirë? Juve. Jo. Kena një kërkesë, kena një familje, një qift, në 3 fëmijë, 7, 12 dhe 2 vjeç, për një pushim, edhe mundësisht më konë transporti, transferi kajtë në rregull, edhe më konë mundësisht udhtimi natën. Në shtu do më një koha. Djar e majtën me? Po. Okej. Uljo. Mbrafa. Okej, Djar, a priton... Okej. Mundoni më mbajt ju qëtësin që e keni interpretu, okej. Unë fletën e kam për para. Spjegom aq... Gjithë shkapin që ka për cilën. Po, klienti ka kërku një pushim në Antali, qeft, me 3 fëmijë, në 9 vjet, 12 edhe 3 vjet. Transferi ka kërku më konë gjithë shka në rregull, ka kërku flytërimi më konë natën, edhe që të një posë. Okej, do më thënë. Okej. Vesh qifti, ja pas ta që vëllë fëmijë. Okej, qoni edhe ju të redi këto. Hajde një ofër meje. Kështu që edhe shikuesve pyetëm që këto momente përcaktoni për cilin agjencion doni, e keni parasysh kriteret e cilat i kërkoni. Ju lutem rezervimin tuaj gjithmonë bënini para kohës. Mos e leni last minute, mos e leni më minutin e fundit për shkak që mundet më ndodhë dhe kjo që erdhi fundit, tregoj edhe fëmija në mosh nuk janë njëjtë në Kanë si qift me 3 fëmijë kanë me shku diku. Diku kanë me shku qift. Kështu që një improvizim i bukur, domethënë edhe për këtë, faleminderit juve të katërt për këto. Faleminderit edhe juve këto. E thash edhe pakës më parë që në kuadrët e emisionit Një kafe më labin do të kem edhe të ftuar prej agjencioneve të cilat pak janë në infoturin e organizuar prej Prime Travel. Jemi bashkë këtu, është kënaqësi e madhe, unë po i përmendi që të tretë të cilit fakt i kam, është kënaqësi e madhe që Dori Platinum për shembull, Dorin e kam ofër, është kënaqësi Dori që jemi sonte. Lavi kënaqësi edhe për mua që e ndajmë këtë eksperiencë bashkë dhe jam pjesë e intervistës tënde. Vjen mirë, Doni Turs, Lotrim, faleminderit që të kam këtu. Gjako, faleminderit Lavi për ftesën edhe që jena këtu për me nda eksperiencat të ndryshme. Sharit turist, për ndryshe lartë përshëndetje. Shumë, vjen mirë që jena këtu, shpresoj që kena me kalu mirë. Mu po vjen mirë që jemi bashkë dhe jemi në këtë infotur, jemi në këtë trip për bashkët, po çu do ky vit? Antalya përgjithësi, keni vizituar shumicën e hoteleve? Antalya gjithmonë është një eksperiencë e re, është diçka e bukur, është një vend ku është thuja te Antalya e kosovarëve. E dojnë dhe vazhdojmë prapë që ta shohim njëjtin shërbim, njëjtën eksperiencë dhe të njëjtën arati e komoditet. Antalya përgjithësi është një destinacion tashmë që vizitojmë çdo vit, të do eksperienca ndryshme me hotele, mbi renovimet, eksperiencat e reja, gjonat e reja dhe risi që i sjellin ato, për çdo ndryshim eventualisht të mundshëm, dhe të më konë sa ma afër klientit me këto ndryshime. Njëjtë se cakën koleg, na kemi orë kësa herë prapë, nuk është një raport se ne si agjenta me vizitu Antalyan, me i po qysh hotelet janë renovu ose kanë bo diçka të re, që me pas klientat ma të qartë që na kur ti tregujna, mu kanë direkt informatat prej këto. Okej, unë përshaj timerin edhe më duhet 30 sekonda. Për 30 sekonda duheni me mbinë që të dhe prej juve, pse duna me udhtune me juve. Okej, unë tash po dalë po kalojnë cilësinë e qytetarit. A një gati po, 30 sekonda i ki, 3, 2, 1, shkojmë. Arsyeja pse duhet me udhtu me Dori Platinum, sepse na nuk shesim thjesht bileta, tura, me neve ti je i sigurt, e kim mbështetjen tonë gjatë kohës, edhe kime fitu jo thjesht një pushim, po eksperiencë që do e mbash mend gjatë jetën së bashku me familjen tënde. Do e kesh gjithmonë mbështetjen tonë, edhe pushimi jot nuk do jetë stres, por rahati.
Bravo, faleminderit 27. Okej, shkojmë. Përpos traditës edhe eksperiencave tona, ne si donatorës ofrojmë për te këtënve një siguri, një qetësi mendore, të cilin klienti nuk e merr të ne vetëm si blerje, ose na nuk e ofrojmë vetëm si shitje, po ofrojmë si diçka produkt që ofrojmë me gjithë zemrën, me gjithë shpirt, për me ofru eksperjenca sa më të bukura për klientat. Përpos angazhimit tonë 24/7 për secilin rezervim dhe për secilin si bilet, si transfer, si akomodim në hotel, na përpos asaj ofrojmë eksperiencë. Faleminderit shumë. Të kalun se ngonë. Në rregull. 3-2 shkojmë. Ne si agjencion jemi prej vitit 1993, kështu që besoj që klientët tonë kështu e kanë kuptuar vetë se kush jemi dhe besimin ndaj klientët që e kanë ndaj neve. Kështu që të na lirisht mundi sigurt në çdo rezervim që e bojnë, si chartera si dhe hotelet këto që rezervojna, besoj kjo mjafton për më bimë me po se kush jena na, veç një herë më na provu. Faleminderit që treve, kështu që e bukur kjo, unë u binda dhe me thonë për me udhëtu për juve, unë po e du, unë tash jam si një qytetar i thjesht, nuk jam labi si prezentues, ma mbindet dhe me thonë për marë, tash po, qka duhet une me pas, i cilat informata më duhen mas parti për me pas për me ardhe i këtuit. Që mos mua anku, edhe nëse s'muna me ditë dhe me thonë pak a shumë, qka duhet me pasënë, cilat jo informatat që po mi jep tash. E kjo është labi, tash po ta kthej përgjigjen si një qytetar dhe problemet që na i hasim çdo ditë në punën që e bojmë. Edhe çdo herë ka vend për përmirësime, besoj si rini, si me provoj me eksperiencë, po shkojmë dhe po i bëjmë më të qarta dhe më të mira për secilin. Shka është më e mira për secilin që është jo me ndryshu mendsinë, jo me lënë gjithmonë rezervimin last minute. Nëse ti dën me e bërë një pushim si ka hije, duhet në arë me kohë, që na me planifiku pushimin tonë, me përfitu dhe nga çmimi më i vëllitshëm, mos me pas atë mentalitetin e të shkojnë minutën e fundit, edhe me tregu që ti mos me pas vezvesën, je vetë krye familjar, e ki edhe një fëmijë, kur gjë nuk të kushton një sigurim i shëndetit në udhëtim me e bon, ku gjithë e dim pak a shumë sa janë kostot këtu për një damtim shumë të vogël, nëse ti vjen me kohë edhe na beson neve. Nuk e lem vetëm atë mendsinë që unë e di vetë, unë e përboj vetë. Agjencioni jemi për këta, t'japim siguri, e ki një derë edhe një telefon ku ti mundesh me thinë çfarë do lloj kohe, edhe na mrena minuta do ta shohim mundësinë sa më shpejt me zgjidh problemin. Çdo sen që e merr kohën e vet, edhe planifikohet, del gjithçka më mirë. Okej, kështu që po e marr si përgjigje edhe këta prej dyve, po më intereson, cili është problemi më i madh që ne si qytetar e kemi, që e hasim? Po folin në kuadër të klientit, sa na që ka kërkujmë si agjencione, është për shembull na tregu një buxhet edhe me pas sakt një mendim se çfarë dëshiron klienti e ju mrena ditës faktikisht mi kërku veç destinacione ndryshme, kështu pak a shumë me qenë klienti orientuar. Pastaj siç e cekë edhe kolegja Dore që me bë rezervimin ku. Për disa arsye që me pas na hapësira mi jap më shumë kualitet e më shumë hotele ndryshme, po edhe e fitojnë një farë zbritje nëse veç të rezervon hotelin më herët edhe nuk e lën momentet e fundit. Gjakov, çka është diçka që zakonisht klientët nuk dinë e na duhet patjetër më ia shpjego? Sa i përket paketave Antalya, llogaritet si paket e plot, me detajet e mundshme në këtë rast për shembull nëse cekim te transferi. Janë transferet grupore, transferi privat. Pse transfer grupor, pse transfer privat dhe jo grupor. Fillimisht grupori në kupton me një autobus me 50 persona, me një zonë për shembull Allanja të lartë ku transferi merr kohë deri në 2 orë. Pastaj për këta 50 persona për secilin dalje në hotel i merr kohë. Edhe më një herë klienti llogaritet tash për 50 persona më ndal 20 hotele, aty më kon në hotelin në 21. Do të thonë vetë që ajo eksperienca që fiton si përshtypje e keqe që klienti e bën me undi pak inferior edhe a kom bo mirë ose ajo marrë mirë. Transferi privat në këtë rast për shembull me njerëz si del nga aeroporti e ka deskin privat, hyp aty, vazhdon deri në hotel pa asnjë gale të mundshme. Kjo është domethënë ndoshta një ndër çështjet kryesore sa i përket problemeve në Antalya. Pastaj, koha që keni check-outit janë diçka problematike në vete, mirë po janë të sqaruara mirë po ekzistojnë edhe për këto early checking ose late check-out të cilat janë me pagesë, edhe që klienti mos me pas eksperjenca ndrem dhomash, me dorëzu dhomën
e tjera. Derisa ne po flasim këtu, është maje. Çka kanë ma tepër ata shikues që këto momente ju të shikoj emisionin edhe nesër ditë hane edhe ju marrin edhe me rezervu hotelin. Përfitojnë diçka më shumë? Natyrisht, për këto ekzistojnë early booking-i, i cili është hala jo me zbritjet më të mëdha si muajt janar, shkurt e mars. Mirë po prapë ka favore, pastaj hapësirën që kena na me vepru me klientin tasht është shumë më e madhe, edhe për këto mu i siguru si donator që raporti cilësi me çmim është shumë më vlefshme edhe mu i me po zgjidhje ekstrem të mira. Si agjencion që veç nga të regon që e ka pojë këtë emision, ka me fitu ekstra zbritje, përveç zbritjev që i merë parakoshme, nëse veç e cekë që kena pojë emisionin një kofe me lavin, do ta ketë një ekstra zbritje prej neve. Për krejt ju që jeni të na po, që ka përfitoni përveç asajna unë ndryshe për kolegët tem, keni me përfitu ma shumë ju se sana. Përveç asajna nuk është shqyqër, shqiptarët i kemi bo punë të mirë, po investojmë pushime, po investojmë në kohën me familjen, e merë ka njëherë i ki parët, po ti nuk e ki bo rezervimi me kohë dhe nuk mund është me orë me një mardan palas, për shemull. I ki dikur parët e kalon labi moment fundit, po në luzhë nuk ki vende. Që përveç asajna, që ti kursen bugjetin tënë, ti e bën zgjedhjen e duhur, e merr çat pushim që e knoq vetën, e knoq fëmijën tën, të falënderon gruaja, shkon viti i marr, na të knoqën, ti të knoqën, krejt rahat. Këtë knoqën, Porët pak ma shumë gjep, tonat. Për fund, kështu, më duhet spes secili prej juve. 3 sende që ju i keni marrë me veti, mas parti që duhet mi marrë edhe ata me veti. Mos mi haru. Adapterin. Telefonin edhe pasaportën. Veç dishka më falë, edhe një sen shumë i rëndësishëm. Për krejt të shikues që për na shikojnë. Na si agjencione mundohemi edhe ato gjona cilat nuk na takojnë, me i kthy në gjona që na takojnë. Po ndalemi te pasaporta. Ju lutem t'jeni kujdesshëm kur t'i bëni planifikimet e pushimeve, qyre ka një herë datën e pasaportës, se kemi pas rast sidomos skadimin, skadencën, se i prishni pushimet e juaja për një diçka që ndoshta edhe neve na ik, se nuk e shohim si përgjegjësi tonë. Mundohemi në maksimum që të rrim gati ta shohim, po janë gjona që duhet me u kujdes, mos i lëni çdo cikrimet e vogla që më ju bë problem shumë i madh. Në këtë rast, po besoj telefoni është më së rëndësishme, për arsye që edhe suporti është joni 24/7 dhe për çdo sen kish mujt me koni gatshëm komuniku me neve, pastaj pasaporta, se realisht pa to s'ka ku niset, edhe sa i përket zonës Antaljës gjithçysh sigurimi shëndetësor. Fiks njëjtë mendoj se unë dhe kolega, do me thonë këto janë 3 senet më të rëndësishme që do të mi pas gjatë udhëtimit, tjerat mund është mja bo zgjidhen edhe këto sa i, po këtu do të mi pas patjetër. Lap kështu harru edhe dori ku dësim me bo internetin, se pa aton s'kish ka bën. Tash, qërti po i bën asaj teme, po në kom thirë për komin ku do që shkoj, kështu që me veti. Kjo merë menja, jemi të lirë, po jetojmë demokraci, ka të muni. Ej, me fillim, dhe me thonë, e kishit një farë stresi, dhe me thonë, sepse është dolja e parë para kamerave, edhe dolja e parë kështu një intervjist. A ke vështira jo? Për mu nuk është dolja e parë, po është për mu knatësi që mu ka pjesë e emisionit tanë. Dikur të kom po në televizor, sot kam shok, kam një person që e ndojna intervjistën bashkë, po nuk ke zarë, ke mirë, edhe sot ma mirë se asnjëherë, vetë si CEO kompanisë, edhe jom shumë e knashne, presë gjithë shka me shkumare, mu taku vetëm për sukseset e njëni tjetërit. Realisht është paka entuziazmi për jetë po në kamerë, po faleminderit ty Labe që na bën më ndjetë sa më lirë në emisionin tonë. Gjithashtu edhe për mu nuk është hera parë një intervistë, nashta s'jam blen veç me cek, po me ty na konë shumë të lirë shoqni, besoj që kena kalu mirë, ka i gjithë shka në rregull. Uroj që me kalu mirë. Okej, e di që na jena bashkë me Prime Travel, gjithë shkapin organizimin e këtij infoturi e ka bo, po tash më detajisht. Po du masi jeni pjesë e imja, pjesë e emisionin një kafëm labin. Prizren, ku gjindet? Tregoj jo. Se cili të regojni ku gjindani. Dori Platinon gjendemi në rrugën Besim të Lahu, në lagjen Ortakall. Kështu që jeni të mirë se ardhur, keni me pas jo thjesht një agjenci, por një vend ku keni me undjes si në shtëpinë e juaj, asnjëherë s'kam ju shku menja që jeni në agjencian. Na gjithmonë përfitojmë me shtri, asnjëherë klienta. Gjako, zemër Gjako. Zemër Gjakovës, Lave kena cikëll ma herët, na operojmë edhe në Lavec, domethënë përpas Gjakovës, harruam me cikë të hotel Pashtriku, operojmë edhe në Ravec, rrugën Xhelal Hajdan. Ku shkojnë Ravec, për shembull, a vjen edhe me rosh? Po, zak. Tash, S'dili thot. edhe pak ku është zona, edhe mirë presim Labi,
pra në Raves rrugën Xhelal Hajda dhe në Gjakov të Hotel Pashtriko. Ne jemi në rrugën Dëshmorët e Kumbit, sheshi Adem Jashari, pra mundi më na gjetë aty kur do që jeni veç lirë, ose një telefonat, ose fizikisht, ju mi presim si shpinë e ju. Ose klik në Instagram. Kështu që faleminderit juve, e di që ma ata tjertë i pret vazhdimi intervistës që nuk ju bona juve, ata i pret vazhdimi ata. Respekt, faleminderit shumë, knaqëne për shijojmë bashkë kështu këtë trip për bashkët. Faleminderit, knaqësia ishte e jona. Faleminderit. Derisa të vim tek të tjerët, disa prej hoteleve që kemi vizitu, Arjan, këtë rast po më gjiron edhe po e realizon, por mbi gjitha edhe ti ke qenë bashkë me infotune për hotele, vinë edhe disa prej agjencioneve tjerë ku i të flasin edhe për shtypjet e hoteleve se çka ka për këtë vit, çush është këtë vit. Kemi orë në hotelin një ndër më të mirë që ndodhet në Antalya, Kullinan Bilek. Ky është një ndër hotelet që kena vizitu për sot. Është hoteli superior, është me 5 yje sigurisht, ka edhe fushën e golfit e disa gjëra që të tjerë nuk i kanë, është shumë unik. We have 600 rooms in total, and we have 20 different room category, starting from standard rooms up to villas room. I would like to give you some Si që dëgjuat, guida e hotelit për na prezanton disa detaje nga hoteli, i përmendi disa peshina që janë me ngroje dhe disa peshina që ndodhen me ngroje gjithashtu për sezonën e dimrit. Tha që ka paguajë diçka ekstra, mirë po që muna me shfrytzu edhe gjatë dimrit asetet e hotelit. Tash e kemi dhomën familjare, e përshtatshme për një familje me 2 fëmijë ose 3 fëmijë. Kto e keni gratis, bashkë edhe me kush minjën do. Nëse po e vrejni që gjatë javës veç po shton 1 kilogram, e kena vendin ku muna mi hup atu përsëri. E tash po besoj që e keni po ndonjëherë këto, vetë hoteli me kep të reja bio. Ndryshe për tjerve, një për hotele më të mira në këtë pjesën e Albanjës,
Është perfekt, është shumë i bukur edhe si location, edhe plazhën afër, gjithçka është tepër mirë. Kishte dhoma superiore standarde, gjitha këto që mund të vizitu. Momentalisht jemi në Loso, ndodhet në Side. Kjo është një hotel që në rangun e hoteleve luksoze. Posedon rreth 320 dhoma, ka standarde, swim up, varet çfarë ke nevojë. Domethënë hin në rangun e hoteleve luksoze. Për afërsisht, a mundesh më na tregu kur u hap ky hotel? Për afërsisht u hap rreth 1 vit e gjys. Kemi qenë në hapjen e këtij hoteli. Siç po shihet, domethënë gjithçka është ende e re. Lus është hotel i ri, është vetëm 2 vite i hapur. Unë për vite që i kam në turizëm 35 vite, unë 9.8. Detajet përgjithësi kanë qenë tjetër nivel, krahasim me hotelet tjera që i kena vizituar. Dhomat janë kom perfekt, si dhe për çifte, si dhe për familjar. Kalon për shtypje 3 hotele që ka qenë Mardan Palasi, Luso, ky hoteli që jemi tash. Kjo është një mundësi e mirë për gjithë klientat që na ta pasqyrojmë punën tonë sa më mirë. Dëshmia e këtij realizimit të udhëtimit qëndron edhe një herë se njerëzit duhet me investu për me marrë më të mira. Përshtypjet tona për infrastruktur janë shumë të mira, duke falendëruar gjithmonë premtuesin me Festik Dragusin, i cili vetëm ai identifikon këto çetitje kaq të bukura. Ka çështje nga infoturat që vetë që përfundon, këtë hotel e vlerësojnë me notën 10. Ishim bashkë me disa prej hoteleve edhe pastaj jemi këtë pjesën tjetër këtu këtë studio të improvizume. Unë thash që do të mundona të ndaj eksperiencat bukur edhe bashkë me agjencionet të cilat fakt janë pjesë e këtij rrugtimi, janë pjesë e këtij infoturit Prime Travel. Rilindin për ndryshe nga flaka Travel Gjilani. Gjali Gjilonit, hanë gjatë me gjishta. Kënaqësi që jemi bashkë një kohë familjarë. Po du me mundal fillimisht dhe me thonë tek Riviera Turke. Jemi tek ky infotur, çka pat ndryshim për viteve tjera antë? Jabi, në asë bashku vizituam përmi 30 hotele për këto ditë sa kem këto. Ka shumë hotele të ri, ka hotele që kanë bërë renovime. Për shembull, dje ishmi në Luxor Sorgon. Luxor Sorgon është hap vjetë, një hotel super luksoz, ofron domethënë luksin që nuk e jep shumë hotele tjera në Antalya. Ka rreth 320 dhoma, jep dhoma standarde, swim up, jacuzzi, domethënë ato që të nevojitet ti mundesh me gjetë në atë hotel. Përmendash me mbind mu, unë edhe pakës edhe këtë me pakës ma edhe, thash që unë me dasht me flaka Travelin për me udhëtu prej Gjilanit, duesh me mbind mrena 30 sekundave. Hajde, okej, 3, 2, 1, shkoj. Lavi bindja fillon me një pyetje për ty. Po, hajde. Pushimin, a do me pas një pushim stresus, apo një pushim që unë e organizoj, edhe ti aty keme shku, keme kon pas stres, si ti, si fëmija jot, ka me pas mini clubin, ka me kujdes, ti keme mujt me shiju, dhe nuk keme pas brenga se ku është fëmija, apo pa që ka me bo fëmija, apo i rrijet fëmija. Domethënë, na jena një agjencion që kena provoj për mi 30 vjetë, edhe kjo na e marrë mi përgjithsin që ti më pas pushimin sa më të mirë. Bravo, rafsh 30 i rafsh 30, sakti një Gjilanit. Qështu janë su? Ata që e shohin tash, qka përfitojnë nëse sot e shikojnë emisionin në nesër është të hana, agjencioni është të hapon, edhe bojnë prej tash rezervimin, jo last minute që të. Labi, early booking, si për klientin, si për hotelin, është e favorshme. Hoteli ka qef mi hek dhomat sa më përpara edhe jep me çmim më të lirë. Gjithashtu, në anën tjetër, ti si klient e përfiton një 30% zbritje për shkak që përmerr pushimin, domethënë përcakton datën edhe sidomos persona që janë në punë zyrtare, që e din pushimin sakt kur e kanë. Nuk ja vlen me lënë last minute, sepse çmimet janë shumë më të larta, ka pak dhoma, edhe normalisht hoteli ofron një çmim më të lartë, shkaku që ka më pak dhoma. Ndërsa me early booking ti e merr një përqindje, domethënë varësisht prej 30 deri në 50, edhe zgjedh një hotel shumë më të mirë se që e zgjedh për last minute.
ju vetëm hoteli, por a ka edhe oferta tjera që duhet me pa diçka nëse vim vetëm 7 ditë mu vendos në Antalya? Ju nuk është të thome që duhet me qëndru vetëm në hotel. Antalya ka histori përmi 2000 vjeçare. Ka shumë vende që mund është me vizitu edhe me mësu shumë për këtë vend. Gjithashtu edhe Bodrumi. Ka një histori që lidhet me Greqi, edhe do më thonë e kupton pastaj arkitekturën e Greqisë, e Bodrumit, pse është ashtu. Do më thonë, jashta hotelit, se ka shumë persona që nuk kanë qef mungu ju veç në hotel. Ka dhe ekskurzione me anije, ka mund është me shku në qytet, ka shumë dyqane, si gjërat ndryshme, do më thonë. Edhe normalisht kush është marakli diskos, ka shumë disko që mund është mu knaqë. Dhe më thonë mund është mu knaqë. Unë i di që në përmjet aranjimit nëse merë në përmjet pakove, i përmendë gjitha këto, po sidomos jonë ato eksperiencat e bukra me anije, që shkon e viziton për një vendi, për një ishull tjetër, për një vendi, një vend tjetër, ka diçka të bukur, pastaj është mundësia sot është Lord of Legends. Po, Land of Legends është perfekte, sidomos për persona që kanë hotelet në Belek, është vetëm 5 minuta larg. Ka hotele që ofrojnë hyrjen pa pare, si Riksosi për shembull. Ka shumë tjera vende që mund është mi vizitu, po këto normalisht mundën me armë në zyret tona edhe ja u japim çka qyshte ka qenë. A ka pas ndonjë sen, ndonjë udhëtar, ndonjë klient, ndonjë familjar që në fakt nuk ka qenë jo i kënaqur, po ka harru diçka me marrë me vete dhe që është dashur patjetër ju me sjell për atje. Ndonjë eksperiencë interesante diçka. Na ka ndodhur labi na kena shumë eksperienca. Domethënë pothuajse çdo ditë gjatë sezonit sidomos të verës, na prej orës 3 në mëngjes jemi në aeroport. Edhe na ka ndodhur për shembull është kjo koha që do të me pas përmi 6 muaj afat pasaport. Edhe është një emet të na shqiptarët që nuk kanë qef mi dërgu fotot e pasaporta. Edhe unë klientin fjalë për ja kërkoj pasaportën, vetën ma dërgoj, gruas tha që po ta shkruaj kështu. Edhe thash sigurohu, a ka afat? Po ka afat. Në 3 mëngjes shkojmë në aeroport, gruaja nuk ka afat. Thash pse s'ma ke dërgu fotën? Tha nuk kam qasë me ma pa kërkush grua. Tash domethënë çish më ta bëna qarën, u dash pastaj me fol me Turki, edhe arritëm ja bo që me një pagesë një shumë të vogël, pa 50 euro, me leju me vazhdu. Po ndodhin domethënë këto sene, na jena të përgatit, edhe tentojna mi na i gati klientit. Ku gjendet në Gjilan, agjensioni? Na 2 pika, në rrugën Adem Jashari dhe në rrugën Enver Miftari. Mujnë edhe ata Pikumanovës që keni ofër? Ndjeresht, ata i kena po, kena diasporën, Zvitrën, Gjermanien, gjithashtu Preshevën, Kumanovën, kena shumë klienta që realisht edhe ata dhe na jemi të kënaqur. Kur jemi tek bashkëdhetar, sidomos Zvicra, e di që kanë kogja shumë kërkesa. Cila është kërkesa ma e çuditshme që tu ka bo ndonjëherë? Çuditshme, saktësisht nuk po di çka më të them, po për shembull kanë qef që familjar që në këto mu bashku me, për shembull nisja nga Zürichi, mu konë në Antali, gjithashtu në njëjtin orar, mu konë edhe Prishtinës edhe me mbri në Antali. Pastaj me shfrytzu të njëjtin transfer, që është shumë problematike. Se për shembull prej Zürichit zakonisht është orari 8-9 mëngjes, ndërsa pi Prishtinës është në 2-3 edhe nuk përshtatet. Po na prap mundohemi domethënë që i thojna na e hekmi këtë transfer, vetëm avdin në të shkojnë ata që kanë mëri ma herët, në të presin në hotel, nuk ka nevoj me prit në aeroport për më lovë. Unë po du me të falenderi shumë Gjergjelin, që të pata pjesë emisionit një kapë në abën, uroj që hera e parë, po e bukur që tjetë për ty eksperiencë e bukur. Shumë faleminderit. Faleminderit e ty, unë po i thëmë shikuesve të emisionit një kapë më labin, Ariani diçka zdik që kam betë në telefon. Edhe qëndrojmë bashkë me ne, qëndrojmë bashkë me një kafe më labin, sepse vim edhe me gjana tjera që dhe
kanë qenë për mrenda këtij udhëtimi. E bëni një foto? Okej, po vjen mirë, faleminderit shumë. Okej, vazhdojnë të jenë bashkë me një kafe më labi. E infoturit nuk është vetëm shikimi i hotelit për hotelit në hotel. Është pjesa e kreativitetit. Sot është dita e mini futbollit. Kështu që ekipet, kush do t'ja del, kush do t'jetë fitues, hajde, e shohë, e ka Fillovic. Unë jam referja. Kam një gjohë në odje! Shikoni! Aturi, rinitin e topit për aduave! Bravo! Pasë poj! Gjoha! E të shikova në odje! Aturi, nuk po e gjem vetën as gjekundi! Tragusha e të për aduave! Nuk të nuk! Si duket fati nuk është në duar tona. Ndodhi? Mune mes të therave. Derisa ishte shpëtimtari i fisit. Për zdeni që me pozirje atë ne. Kështu që dhe në qarës. Knatësi është sonte që jemi bashkë edhe as ma tepër në këtë atmosferë, koktelat për na përgatiten, boq lavd është knatësi një kafe më lavën me ju pas. Sa kafet i kemi pi në aeroportin e Prishtinës, këtu tash Knatësi është edhe jona lavd që jem me ty. Na bon vite që jemi shkput pak, po prapë se prapë jemi bashkë. Mbi gjitha, na nuk kemi udhëtu ndërsa bashkë, për shkak punës dhe angazhime, unë që 10 vjetë ka që me infotur e thash edhe me fisin që nuk kom udhëtu, kështu që mas 10 viteve, unë u ktheva dhe më thonë me infotur, po mbi gjitha mu po më vjen mirë që ne prej ditës parë, unë po të regoj për veten, unë e thash që një knatësi e madhe dhe sonte kur isha me fisin lartë atje, e kisha përball Kremlin Palasin, dhe e mbaj mend fillimin hapja edhe gjithë shkapi nisë historia jeme bashkë me Kremlin Palasin, në anën tjetër e kisha atelinën në Topkapi Palas, edhe prej aty të nisi gjithë shka. Boq, gjithë të vite si e mërzit prej hoteleve, që vetë për vetë. Kalon shumë vite, lab, po banë 34 vite në turizëm, vitet po shkojnë shpejt, është të edhen pak e mundëshme kjo punë, po me gjithat me knatësi ende në të punu, dhere sa të mujë. është shumë, ka pas sfidat ndryshme, të edhen para lufte që kemi punu, mas lufte, ta çdo gjë është pak ma e mirë, po me gjithat është pak e mundëshme, po është knatësi. Lavda e mon men sa hotele ki vizitu të i sëtë? Për mbesje. Lavë qatë shumë hotele kom vizitu, sidomos në regionin e Turqisë, sa që nuk i mbojnë men. Ndoshta muj me pytë
Ardianës sa shampona i kam të vogël në shtëpi. Në sensi se ki marrë si kujtim çdo. Si kujtim, dikur ma mu bënë shumë, fillova me marrë karterat e dhomave. Edhe pisi ta kom kartela, do të thonë dhomave, kom ta Pisi e kam su prej meje punën e karterat e dhomave. Ti pas ke edhe shampona, tash karte sold. Bëq qa kiti? A kiti diçka prej hoteleve? Kom, po jo as shumë. Unë mu së më ka shkuaj e mendja shumë, po kom diçka dhe pej shamponave, kom besa dhe do peshira të falindru lavdës, se kjo marrë ke ka 2 tani një dhe ke muhe. Mos na që të më shkrejtë, sa këna bo. Po, me gjithat kem kujtime të mira. Kujtime të mira, dhe më dhënë, Riviera e Antalisë, se podrumit është bukur e madhe, dhe më dhënë, s'kemi lanë vend, s'kemi lanë hotel, s'kemi lanë pjesë, pe e vizitu, dhe pe e shiju, në të kupte, dhe më dhënë, për në këtë periud gjatë, gjitha, nuk dija ka hotel që si kemi pa. Ose dëmës për hoteli e këtyne luksove. Gjdo vjetë të edhen që në Antali hapën shumë hotelet treja, hotelet bukra, në më dhënë gjdo vjetë të hapë treja. Na gjdo vjetë të arëm në vizitu, në më dhënë nuk ka vjetë gati që zvinë. Për pës pushimeve, në më dhënë edhe me infotura, normal, si vjetë të i falendëru dhe prejmë travelet, fisit, shokët tot, cili në mundësoj marë të, mi po këto vene ka qëtë bukra, po thomë që nuk di, kemi provu gjithë, kemi shku dhe vene tjera, kemi bo info dhe në pjesë të Greqisë dhe të, po për atë mentalitetin tonë, jo vishë tonë, po të si Balkanik, Turqia është mishi. Labë, unë pak më ndërhyjtë e Po, pa tjetër labë. Ne kemi qenë bajegje, kemi autu, edhe bashkarish me ty, edhe me Bushin, edhe me tjetë, me Fise, me tjetë kolegë të respektushëm, cilët janë. Mirë po, unë me ndoj, edhe mendja më shkon gjithmonë që shqiptarve të Kosovës ju flen shpirtin në Rivierën Turke, për arsye të ushqimit. Ushqim me bollëk që thojnë ma, gjitha me një vend, kështu që eri në salët ka rëshit, salë. Kështu që ma mërmene se kemi qenë në për Maldive, në Zanzibar, në Arushjes, në tonë Riviera, mirë po, këtu të qysh më flanë shpirti. Unë po të thonë që hotelet që e përmendi Vuqi, cilat hapën, të e dinë mo qëfar hapje bojnë ta. Nuk ka hotel në Turqi që është me 5 yje edhe hapët që nuk më vjen thirrja me email, me thonë zot një lavdim travelmate me ardhë me pa hotelin. Atë tani na bomi, do shoh edhe vinë e shoh. Kjo nuk bëhet. Është interesant, falë, dhe vesh një ndërhyrje shumë e vogël, Max Reali kur hap në podrom, ishim njerëz të parë mas stafit që kemi shkel në atë vend. Do të thonë hale as pa hap, e kemi vizituar në Ladë vitin e kaluar, domethënë para 2 vite në fakt. Max Realën në Bodrum. Domethënë është një hotelet shumë i fortë, domethënë shumë i shtrejtë. Por domethënë stafi ka qenë i parë tani na. Ndoshta as tafërmit të tyre pronarëve, jo s'kan qenë çat kur kemi qenë na. Falë, dhe vazhdo. Jo, ishte pa problem, na bashkëbisedim bukur. E bukur është kur në faktikisht i prek vetë, i prek me dorë, se din çka duhet me ofru masandej edhe klientit. Shumë mirë që e preke këtë temë. Une, për vete, si travelmate, nuk shes asnjë hotel të cilin nuk e kom pa, nuk e kom prek. Po. Nuk e shes. Mujnë më pagu sa do mirë, po stafi jonë që është i mrekullueshëm, këtu janë inspektorë Zabadiukut, e Rejës, e Dejes, që më ndihmojnë me do sene tjera, nuk shesëm hotelin të cilin nuk e kemi prek, që do të thot, sikur me ty. Të edhin shumë mirë që kemi autu bashkarisht, e kemi prek hotelin, e kemi shiju, se dikush me ndër me prek me dorë. Jo, që kjo është, e se po kesh kuptohen edhe me prek me shtu, që ajo është, se të edhin, ja din bazën, tash na kemi qka flasë, gjithë mas 10 vite u pëthu në Kremlin. Tash mas 10 vite ka ndryshu Kremlini si mas të Gjithë shkafe ka ndryshu këto, gjithë shkafe ka ndryshu,
Po ndryshon stafi, po ndryshon vendi, po ndryshon gjyra, pesa edhe... Mu shpesh herë lab edhe jo në atë njërë mu akuzu, se s'akuzona, po më thojnë, lavët bre, qka ke bre, lo, zdo vjetë bre, po shkanë bre. Po zdo vjetë bre, hapët diçka lab, zdo vjetë ndryshon. Unë e mojë men, kemi qenë me një info, nuk di me në cilin vit, edhe dulëm me hi në hotelën në pjë thëmë grupit, tash, s'kem qka hi, tash së është lamë hoteli. Edhe këta thamë, valla, na po shkojmë se për na thirë, edhe shkun këta në vërtit në meta, edhe kurer me Nazgjeri. Po tha labdim, pse po, s'po vjen me, tash e di hotelin, thash vjetë e po, hoteli lamë. Tha po është dryp, këshyre në herë, kishë ndryshu... Komplet. Ja, ti peshe edhe vetë non-stop startë se është hapja e sezonës. Është hapja e sezonës, po punohet derisa na edhe intervistën anën tjetër e di që dronivi që e zbulon edhe punën që po punohet në non-stop. Këto është edhe një rregull lap sa e di unë po lavda den më mirë, po so renovu hoteli mas disa viteve fatikisht e humbë edhe leftën edhe yjet ja marrin. Domthonë është i detyrueshëm se çdo hotel gati është që një kohë gjatë, sikur këtu Mardani, si Kremlini që edhe para shumë vite, si do tjerë që i vizitum, domethënë po është e kanë obligative me renovu. Domethënë çdo sen me bë kanë risi, për shkak se pa pas renovim, edhe normal që nuk mundet edhe me ekzistu. Po që lavda i përmendi pjesën e stafit. Në stafin të sa bukur, si vjetër së dhe djali bashkë me ty. Po. Shkak se ka fillu, sa mu vjen mirë, ku në faktikisht edhe me më pasën një parsas, në më thonë pjesë të ekipit tëndë që vjen. Edhe vetë gëzojnë për atë. Se abdi nuk ka që ma të bukur kur e ke... Po, është e vërtet, të na gati jem kryesisht familje që punoj. Unë e thash për 92-ës po në turizm, për 2009 në kom hapë Kosova Travelin, po në vetë kom pas, kanë qenë kolegë ndryshme, po tash gati jem ma shumë biznis familjar. Jali u aktivizu, me të thonë drejt më ka pështu, për shkak se i ri, për din gjuhën që unë nuk e kom ditë, me të thonë drejt. Do më thonë, jo së që din kjo, po komunikon. Po komunikon ma shumë. Bile, ti e din paka shumë që unë e mirë në edhe me shumë edhe me stratë, me këto, bile një pjesë, ja kom lanë këti, se kë i ri, ti e din që strata kanë marak jetën e natës me të shkru natën, kësë për të në pja rëgullon... Me të shqetsu natën. Pja rëgullon, dhe më thonë, këto rëzërimet i biljet, ashtë që më kanë dimu shumë. Normal që edhe fakultet, së është fakultet, po pjesën, kur është jashtë fakultetit, është në zyre, si ove mora me vetin, me papak, që është edhe infotura, se nuk është edhe kja forteljet, se po menoj të kësh e ke vrejt edhe të tashe, që po knaqëm, jo se na porim dhe i vonë, po neslit po qomi në tjetë, mi vizitu gjitha të hotele. Lab, kjo gjitha të që mu që herët, kjo sështë po shpenzim, ko gjatë shpenzim me arë dhe mi vizitu këto sene, është shpenzim me arë në për hotele, se me ndojmë me që hajtë se shkujnë të pa pare, aty e kanë gjithë shka pa pare, nuk ka gjithë shka pa pare. Kur flasim edhe përmendet dhe më thonë edhe dëtë, edhe si në mos buqë i tha me punu me estradën, ju ka ra shumë me punu me estradën, po që të kanë zi jetën, më të fëtë. Jes, të lirej gjitha. Po këtama, edhe më të vratë këtimin të kanë zi jetën. Nuk kësha vonë ashtu, po normal. Mos mu prej këti thuj ti ma kënë zi jetën. Ja, asë njerë. Po, që shë se. Buqë është për natyres pak. Po, është pak maj qetë. Pak maj qetë. Unë e moj men. Jo, me unë e moj men që ty veç me një fluturim të ka thirë mi 30 herë për punë tonë. Po, ata faktor. Ata shumë e vërtetë. Dhe që shakë se i përket stratë thashë në është e vërtet, o kesh me vojtë për veti, veç ma shumë bana marak, unë e ma shumë interesona, unë e për mbramin e tyne sa ata vetë. Për shembull kohën kur fatmirësisht as nuk i kem problemin e mjegullës, e kemi pas përpara. Kështu që shumë këngëtarë kum ka thonë po ma biletën mbrëmje, 8-9 mbrëmje, kum thonë jo nësë ta bëj. Pse? Me ta bëmë mëngjes po në lu ta bëj tjetrin, po në mbrëmje s'ki ku shkon, ti pe hup një mbrëmje. Pe hup çato pare, pe hup çat publik sa ta vinë për juve apo këtë. Kështu që domethënë shumë herë më interesu më shumë sa ata vetë. Edhe më kanë kërku këngëtarën, kanë thonë bëma biletën 10 natë, se po du pej aeroplanit drejt binë me shku dhe pej atuit koncert drejt në aeroplanit, po da jo në ashtë të zbëj.
bëni ku dëni, për shkak se hiç mos me ka mjekëll një anullim, një prishje, më në të mendot, ku du me marrë tjetërin, më këtan. Aja arsye që mu më ka brengos edhe që më ka majtë në treg, nështë ta ma shumë me stratë, është ajo që gjithmonë po thëmë me kujdes, nështë ta ma shumë edhe kujdes të ende, ma shumë se ata vetë që kanë me otu. Edhe ndodhë, kam disa s'dumja për me nemnat që po dhe të ma kanë zi, jo shpirë, po mi kanë hupë. Disa vjetë jetë, të i thirë ka disa herë, të orë minutat e fundet, të pritja se mësu hajtë se bu që na i qirë Çekingon, edhe të orë masin bjudhe Çekingo që është me gjithë ta që bo problem, se gjithë shka është tash profesional, nuk është si për para, kur ki mujtë me qelë kur dushjen, kur është për shkak se qaj aeroplan shkën e këthejet, prap këthejet, është që nuk gëzën me unë baj 200-300 vetë për një person, po me gjithë thatë, kanë marak disa që vinë minutat të më qirë Çekingo, ata e kanë këta. E hone vijë të zitani, pëse mës me hup të lëtërimet, jo puna bilese, puna për mi puna mës me hup mbramin, për qëta. Po që me kanë s'ki punu, se për me punu ki punu me krejt, po s'di me kanë s'ki punu. Nuk e di, nuk më kujtojt, dhe më thonë, me mu s'ka punu. 90% po thëmë me stratë, jo visht Kosovës, po këm pas edhe Maqedonisë, Shqipërisë e ka mende ale, do më thonë që edhe pse ka me qindra agencione edhe në Maqedoni dhe Shqipëri, po e kanë qetë atë vendet të unë edhe vinë faleminderit me tyne, më thiren, çdo ku ende më thiren, do më thonë ende ju kry shërbime, ende punoj, aq sa po mund. Lavd, kush është mas shoki për estradës për ty? Për mu? Valla, mu këshin një dhnu krejt, se të mvetëshe për futbalerat kësha kalzu, a për estradë midhnohen, kështu që nuk kësha pas qef me krejt janë të mirë, krejt edhe futbalerat cilë ti kam në aranjmane që votojnë me mu, se unë jem pjesë pak ma shumë e ka aranjmanet, edhe pak pe bëjnë një reklam për veti, kështu, edhe bileta shes, mirë po, se aty lavde e aranjmane, biletat, tjetër ka, shes edhe bileta, më vëtën. Mirë po, këtë ma dënë shpirt e aranjmon, e kom zemën, gjakë, që thë. E kështu që i kom gjithë misë, gjithë, pa mëvarsisht, e morën të one, se morën të one, na jemë shokje, nuk mëjmë të talon, nuk mëjmë të nemën, kështu që të gjithë. Boq, për ty? Ja, unë dhe majzë. Edhe ty dhe majzë? Ja, unë me gjithë, seriozisht të mirë janë gjithë, tash, si dhe ato peripetësit e veta, po në fund me gjithë jemi knaqë, me gjithë kumë punu mirë punoj, mundohemi me dhonë maksimumin, unë thash, turizmi është shumë interesant, që tha lavda punë edhe biljeta, për normal se është agencion, shërbim je, dhe më dhënë vetë fjallë agencion të regon që dëshmi punu gjitha. Jo, po më përgën e i rasi ashet biljeta. Dhe më dhënë punu gjitha. Edhe unë e kumë punu me vite, bisa dhe lavda këna punu të Kosovarajzën, ka qenë të super fuqia madhe, edhe kur na theke pronarin atë kohën, joja për jo s'ka dalim, unë u befasesha pëse qysh. Të ke po, se ndryshë kur të thu tash labit, jo s'kam ven, ndryshë kur të thu jo vëlla. Reagimi është pak ma i vështira, ma i keq, shë që unë të mundohën atë kohë që edhe në kumë pëngën, është keq me foljem në raport 3-4 vetjen që jenë pronar, dhe me thonë të agencione, shumica jenë punëtor, po unë e ka ndohë lavë dhe adin, pa ta pas ndeshje, edhe në të bukur të vështirë, një në ndo anë e kom pas shtagën, që ma ishe një ndorja bo isha njerëz e qantët. Nuk edhe sot asoj ditë ju një mëj njerëz e marrë qantat, i një mëj checking, i ofre checking, edhen, për atë arsye dhe e kam në atë kuptimin e sot, se mësu gjithmonë shërbime. Nuk jem na që e këthejmë kryt me thonë, mos të mshe, edhe mos të ndima. Jo, unë gëzona bile me ato, pëse më havon zoti atë mundësimi, ndimu dikuna pa në shpenzima, pa diqka. Gjithmonë mundohemi se shërbimi, dhe më thonë, për mu, nuk është më rëndësia i pronar, a je punëtor, a qka je udhëtari, kur jenë është mbret i unë, a është mbret. Në jemë shërtori tina. Të tërësan kur dalmi tash në për kafe, për diqka të regojmë ku shka është. Në punë është, lapë si kur ty që të ka mojë që sa vitë, dhe më thonë, për ty klienti, më ndaj tash feli shikuste, janë mbretërit tu. Janë qajtë. Për qajtë. Po që lavtë, i keni mbush bateriat për sezonën me Janis? Po, si gjithmonë. Po, kjo është hera e tretë që po vinë në Turqi.
vetëm këtë vit, viteve sa ka fillu. Kështu që pjesën më të madhe të verës, unë jam bregdetin turk, pa e anashkalu Greqin, edhe në Greqi, kështu që ama bazën kryesore e kam në Turqi, këtu në hotelit Turqis, edhe ma mërmendja që kur farë rreziku njëherë për njerë, se ka fillu pak një treme vogël të njerëzit për shkak se është normale, për shkak të tyne luftave që janë, të pa kuptim të për mu, kanë fillu pak me fu do të ketë ndojsen. Turqia për momentin peshe edhe vetë. Ka edhe klienta të shteteve tjera, po edhe tonë të rastisi edhe ty mram, mu taku me një familje shqiptare. Kështu që unë mendoj që Turqia prap do të jetë destinacioni i maj mirë për Kosovarët. Edhe për ka gjepi, edhe për ka shërbim. Me shërbim, të edhe vetë kemë multu na, bajegi kemë multu në për botë, po si këtu nuk ka. Është ma jos se vendet tjera lap, për arrashi se ka infrastrukturën, i ka gjitha, edhe pi kryin gjitha një ven. Shkën të buqja të lavde, kryin aranjmane edhe mos mendon mo as kuljet me marrë me vetë. Që vendet tjera për shembull në për Greqie, Kroacie, besa edhe në Shqipërinë tonë, nuk mundesh se del ndoshta një pi ato delin ma shtrejt se sa që ke pagun në Turqi. Tash me kanë të mjështëria në kohës. Tu po punojnë ata. Po do të punojnë ata, mi qit ato. Po se nesër mi planifikohet shumë kohë e mirë. Po tasën tash. Ndëgjëm që kanë herë do ankesa, kemi edhe këtij lloji. Po, e diskutova edhe me pjesën e parë me Pisin, edhe me agjencionet sa i kesha kështu që me juve veç erdhnata edhe për e përmbylli këtu personte. Une pata një knasi edhe një respekt shumë të madhë që pata që dëve, sepse mbi gjitha unë jam falenderus bëq, sidomos ndaj teje edhe edhe lavdës, po sidomos ndaj teje jam falenderus, për shkak që gjithmonë je ke qenë i gatshëm kur labisht ju ka ardhur diçka, edhe pse periudhën e fundit ju e dini që unë me Prishtina tiketin fakt udhtoj, shumë afër i keni ju dy të keni me Prishtina tiketin keni ngjitme edhe pjesë e kabinës për e quaj në aeroport, po është e pamundshme për quajmë edhe ato kemi pas princip se na me vite kemi qenë me lavdën bashkë, dhe më thonë kemi qenë në atë kuptimin ortak shok jem pandashën, dhe më thonë sot veç se kemi da zyret, se prap jem shështije bashkë e sene, që të mund e këna pas një motë, nuk në ka interesu neve ku e ke marrë biletën, apo këtën, na prap shërbimin e ka pas njëjtë, dhe më thonë, se ka thonë zoti po ka bëllë, po më rëndësi është, dhe më thonë, më ka një knaqen, edhe lap të e ke pas, do të kesh, e ki dhe do të kesh gjithmonë atë shërbimin tonë pavarësisht se keni marrëveshje me tjerë, me ata e nuk na pengon e asnjëherë, jo të ti që të kemë si mik, po edhe të tjerë. Domethënë shpesh jo thëmë do e kthejnë kryt, jo besën se ku morë të dhe, dhe më rëvëllot, çapë kini ujë me një s'ka lidhe se ke morë të one nesër. Bilem dorën. Mere ku t'jem anë, ku jem sume, ku jem sus. Prap e dim ku është veni. Bosh lavt, unë për falenderoj për zamërsisht, faleminderit shumë, inshallah takojmë bish për të mira për gëzimi, jemi bashkë. Një urim të shpejt kështu. Pa tjetër, jo një po dy. Jo, s'kemi mujt atë matë se prej kallabllakut matë që e ke pas, ta urojmë 25 vjetorin, kështu tash pe gjej. Zoti bënë 25 tjera, 50 tjera, që ato 25 vjetë duket me neve je konë. Edhe prap do t'jesh 25 Unë vetëm gjithmonë, hajde kështu një gëzuar për fund për e shijojmë edhe koktelat që nga ka përgatitur. Inshallah do zoti i bën edhe 50 tjera karrierë. Edhe për fund travel mate, s'ka kilimiti, besoni, slogani jonë është ky. Faleminderit shumë, faleminderit që u pata pjesë e misionit një kafë. Faleminderit. Besa në këtë busqeshje. Unë besoj në Prime Travel, por edhe busqeshjen e bukur të Laku Dental ma jep. Ju e dini tashmë se Prime Travel nuk është vetëm në Kosovë, por është edhe në Zvicër. Ju mundeni me hy edhe me shiku, por mbi gjitha duheni mi besu, pse duheni me ardhë në Rivierën Turke, në për këto hotelet mrekullueshme që ne ju kemi servu. Nuk janë vetëm këto, nuk është vetëm Turqia, po ka edhe në për shumë vendet e tjera të botës, se cilat fakt Prime Travel e mundëson turizmin.
Unë jam falenderues edhe Pavin Kafes Aromës Kafes që ma jep në studion e emisionit i Kafe Mrabin, por aromen po ma jep edhe këto. Njëkohësisht jam falenderues edhe Aria Petrollit. Faleminderit që është tankstella më e re në vend, por ka pas një jehonë dhe ka pas një besueshmëri shumë të madhe. Faleminderit që e vizitoni, por e dini që vera po vjen, ju bashkëdhetar po vini, edhe në anën tjetër Aria Petrolli është tankstella më e re edhe më e mira në sheher. Jam me fat dhe falenderues sepse Valonën, Klevenët Gashi janë pjesë e imja edhe njëkohësisht dhe më thonë ju vini edhe na vizitoni. Jam me fat sepse unë këtë udhtim temin kom pas Arianin afër vetës, se di që ka realizu dhe ka montu gjithçka për mrekulli këtë emision që e pa mësonte, por duke mos e haruar për ta falenderuar Ambin, faleminderit shumë për punën e palodhshme që e ki pas tek Summer një Kafe Mrabin, që do ta kesh edhe tash tutje në vazhdimsi. Kjo nuk është Summer, po këtu jemi duke ofruar diçka, pas 10 vite unë u thash, u ktheva edhe bashkë me Infoturin, por unë gjithmonë thëm faleminderit shikuesve, e aq më tepër ju shikues të cilët fakt jeni në diasporën e dashur, edhe udhëtimi juaj është shumë më i mirë, është shumë më i lehtë bashkë me Prishtina Tiketin, qysh edhe ky dron fluturon ta shkon tek nalt kështu, fluturimi është më i rahatshëm, komod dhe cilësor me Prishtina Tiketin. Ju du pa fund shihemi javën tjetër prej studios emisionit i Kafe Mrabin me musafir me gjana tjera të bukura, por duke mos harruar sepse vjen edhe një historie prej Alp Festival në Norveqi. Kështu që qëndroni bashkë me Radio Televizionin 21. Tung ju dua pa fund.